kombinim, shiko, ke një vest e përdor edhe skandalet. Edhe sa ishte i martuar me Kardashian, Kim Kardashian, me cilën ka, nëse s'gaboj, 4 fëmijë, nëse s'gaboj, po e di që i pari ka qenë vajza ka pasur në North. Më thonë edhe në emrat e fëmijëve duhet të jenë këta të dalluar, të veçuar. Këto deklaratat e tij skandaloze për Hitlerin, për zionizmin, duhet shikuar, për të gjithë i shikojnë ashtu në atë frymën e tij të bërjes PR-it. Pastaj edhe gruaja kjo, Bianca, si e pat mbiemrin, mënyrën se si vishet e dalin, domethënë është attention seeker, si që thuhet, dikush që e lyp këtë vëmendje. Kam problem një për këtë i gjera nga aty për aty nga anglisht në shqip. Hiqe këto, mendoj se ato 4.200.000 kanë mund, edhe unë pajtoni, i lexova disa kritika nga disa artistë Shqipërisë, se kanë mund të përdoren më mirë. Qoftë me organizu ndonjë festival, siç e bën Dua Lipa në Kosovë, ku do të merrnin pjesë artistë mbase më të vegjël se Vest, por që ashtu Sani Hilli, por që kësaj gjeneratës Z do t'i çonin mesazhet. Mendoj se ky ka qenë qëllimi i prurjes Vestit, sepse ai mbase është edhe tek këta milenia, ta zëm mua, unë nuk ja di këngët ati. Pos që kam dëgju se ka atë fitin me këtë artistin, mik jam një ati artistit, për ndryshe, sepse nuk është zhandër që unë e përcjell. Po ja nuk do më thonë se Vest nuk bën të vije në Shqipëri, nuk bën edhe të investohet apo të ndihmohet koncerti. Por në këto rrethana do të ka alternativa më të mëshme, këtu pajtohen. Jashta kësaj, koha kur është ardhur, apo kur po i bie të vije, është koha më e papërshtatshme, po megjithatë, sa i përket Shqipërisë, besoj se e plotson këtë marketingun që po i bëhet këto 40 sa ditët e fundit. Shqipërinë kemi, do të them, edhe për smiri në media, sepse po protestohet për diçka njerëzore dhe në mënyrë njerëzore, në mënyrë të civilizuar. Dhe kjo duhet të them bravo të gjithë atyre atje. Megjithatë, kryeministri po qëndroni fort. U rikthye nga samiti, edhe atje u bë publicitet me atletet e bardha. Nuk e di ma e solli pistoletën në Shqipëri apo jo që i dha dhurat Erdogani, megjithatë, domethënë, kjo status quo-ja ku ndodhet protesta, duket sikur po e ndihmon. Absolut. Nuk po e lëvizui. Kjo sikur shkon për ti. Për asa përcolla samitin e Ankarës. Natyrisht, nëpërmjet BBC, Sky, Al Jazeera, dhe mediave, Independent Times. Atje nuk isha natyrisht. Ishte i njëruar, nuk përfillej fare Edi Rama. Madje me ato atletet e bardha edhe u bë objektalje, si Paljaço, e patë si reagoi shefi i NATO-s dhe si Trumpi e i njëroj tërësisht. Në një mbledhje të tillë ekziston uniforma. Dhe nëse të gjithë të tjerët... Në një ditë më pas, kur vajti që pati takimin me Erdoganin, ishte me atlete në fakt.
Ndryshe nga samiti, pra që ishte më atlete. Zgjidhja nuk besoj se ka qenë rastore. Jo, Rama ka kompleksin e dvoglit, kompleksin e inferitetit dhe gjithsesi dëshiron që të bie në sy. Dhe ai kompleksi i inferitetit pastaj shndrohet në kompleks të superioritetit në Shqipëri. Në Shqipëri bëhet Skënderbeg, si të del jashtë Shqipërisë, pastaj e ndjen veten inferior. Kjo është karakteristike gjithë këtyre diktatorëve të vegjël, autokratëve të vegjël. Në katunin e tyre janë shumë kështu krenare, si dalin jashtë katunit të tyre, pastaj i palojnë vesh, i ulin vesh ose mundohen në forma të ndryshme mu imponu. Rama ka zgjedhë me shalvare, me atletet bardha të imponohet, të bie në sy, të bëhet objekt tallje. Ishte një dja po pardje në Independent zbashku me presidentin e Slovakisë. A ishte ulur këmbë për mbi këmbë, siç e kanë adet të gjithë liderët e Ballkanit, që nuk dinë edhe si të ulën. Ishte një artikull edhe atletet e tij, domethënë një artikull kritik për liderët e cilët nuk dinë të sillen apo nuk e respektojnë protokollin. Po i ngushtohet ai rrethi në hapësirën ndërkombëtare të mbështetjes pas këtij samiti? Po në samit ishte tërësisht i papërfillshëm. Dikush e kam parasysh se të shti Edi Ramës edhe i bëhen kritikat që mbase nuk i meriton, po mundohen të jenë i panshëm, pra. Por ka qenë i papërfillshëm. Nuk ka asnjë fotografi kësaj radhe ku mund të paraqitet si i barabart me liderët aty. Apo tjetë në si të them kështu në terme miqësore. Është ajo fotografia të gjithë pranishve dhe si e pat mori yrish medali pari, ju të hek vërejtja këta mbrapa. Kësa jashtoj edhe këto protestat e kanë dëmtu goxha shumë në Evropë, sidomos në Evropë, por edhe gjithë po sidomos në Evropë. Ka çdo ditë në media ndërkombëtare që nga të paktën nga 2-3 artikuj. Flas si Le Monde, Parisien, britanikët po, italianët nuk di. Shikoni, spari ambienti është çështje shumë e ndjeshme, por edhe mënyra sjelljes ndaj protestuesve është po ashtu shumë e ndjeshme. E kemi pas bisedu me ty në fillim fare, dhe unë kam mendu se është aq i mençur, aq i kultivuar, siç them unë, i lexuar dhe jep ndërheqje sepse e di që e ka luftën e humbur me rinin. Jo vetëm se Edi Rama, po gjithë të tjerë. Dhe do japi ose ndërheq ose do t'i shpall zgjedhjet e parakoshme në një afat të shkurt. Po nuk bëri deri tashti. Dhe kjo e dëmton. Kjo e dëmton gradualisht dhe ta izolojnë tërësisht. Unë e di që e kanë ftu presidentin e Shqipërisë, pra letra i ka shku president, po ky për shkak të situatës është imponu. U jam shumë i bindur që nuk ka qenë i ftuar, ka qenë presidenti i ftuar, nga se Shqipëria është pjesë e NATO-s, domethënë nuk ka mund të injorohet, por unë jam i bindur që ftesa i ka shku presidentit e Ramaj të qenurit Rama, për tregu se unë akoma jam ai cili mund të bëj diçka në arenën ndërkombëtare, është imponu. E ka të fuqinë në Shqipëri
Por për ndryshe do ta shohim nëse kjo protestë vazhdon, që siç po shihet protesta do të vazhdojë në